që në lindje. A ishte amerikano-shqiptar. Ne jemi shqiptaro-amerikan. Amerikano është shumë bukur. Amerikano-shqiptar, jo shqiptar-amerikan. Po, po Odeta me çfarë emri është? Odeta është me emrin Ronxhi. Po. Edhe Odeta kishte bërë kimi kur ishte në universitet. Në universitetin të shkencët. Po. Kur shkuam aty në Amerikë, Odeta bëri një master dhe kur shkuam në laborator në këtë qendrën e madhe, ata më thonë mua që ne do të afrojmë ty një pozicion, do të afrojmë dhe Odetës një pozicion, ju duam të dyve këtu. Edhe na morën të dy aty. Edhe aty pasaj ne ndënjëm një vit, pas një viti më afrohen mua punë, më afrohen Odetës punë, të dyve njëkohësisht dhe pasaj të dy domethënë filluam karrierën aty. Unë fillova të ngjitem lart e më lart nga shkencëtar i kategorisë 2, u bëra i kategorisë 3, 4, 5, 6 është më e madhe që mund të arrihet. Edhe në Shqipëri kategori 6 ishin. Kategori 6 ishin, po në rregull atëherë. Kujtohet? Kam kategorinë 6 thoshin atë. Kategori 6 tamam. Po edhe tash kjo është më e lartë që mund të marrësh. Tani çfarë detyre ke konkretisht që ata që na ndjekin t'ja shpjegojmë? Nga 6.000 veta që janë që punojnë aty në laborator, janë rreth 40-50 që kanë këtë grad, këtë nivel. Dhe ti je fellow i laboratorit, që do thotë që unë shef, domethënë i shkencës, dhe merrem me drejtimet e shkencës dhe tani nuk di çfarë të bëj, të dua trokas, të uras, të them urra, etj, nuk e di, por ti tani flisje, e di çka kisha në mendje unë? Ajo Coca Tool. Dgjoj, ajo më shërbeu mua shumë mirë, të them unë ty, sepse më krijoi një farë inati në brendin time. Se kisha dhe inat? E kisha inat. Po ishe ekselent. Shiko, isha ekselent. Edhe i rritur në një familje intelektuale si ajo që isha unë, domethënë. Ne mos harrojmë, ti je vllai i Lukës, është diçka, domethënë një nder jashtëzakonisht i madh. Është Luka që si thuhesh, jo vetëm babai dhe mamaja që ishin të dy intelektualë. Dhe babai i diplomuar në La Sapienza, në karrierë mamaja këtu. Ne kishim gjithë, mamaja kishte prur gjithë librat e klasikëve francezë, i kishim komplet bibliotekën e pasur. Pastaj Luka filloi që i vogël të blinte libra, ne kishim një bibliotekë aty që ti se ke idén. Ku she mban më? Në dhomën tonë aty kishim një dhomë të çunave gjoja. Të çunave, aty domethënë vinin intelektualët më të mëdhenj të kohës. Vinin në shtëpi, ju merrni libra. Jo, vinin aty që bisedonin me Lukën, gjithashtu profesorë të nderuar, një nga profesorët, një nga më të mëdhenj, Petrozhej. Vinte në atë kohë ne kemi pasur me shtëpie, Arturin e desha aq shumë, Arturin domethënë e deshim shumë, po vinin shumë veta na ata që politikanë sot vinin? Padyshim. Kush vinte? Edi ishte një nga miqtë e shtëpisë, padyshim. Çfarë thua? Padyshim. E kuptoja unë kur më thoshe, o qa fok, më thrisë kështu, o qa fok. Padyshim. Ka një kështu si, vinë të shtëpia. Po me kishte, me Lukën? Me Lukën, sigurisht, edhe po bënim shakara bashkë gjithë kohës, sepse edhe që i gjatë ne ishim shkurtër, kështu që bënim gjithë shakara. Qa fokët janë shkurtër. Jemi tanë, po të thash atë që si jemi gjë, po jemi tanë. Qa libra është merë të Edi Rama? Intelektual i formuar, që në atë kohë kishe lezet që të bënje muhabet, edhe domethënë sigurisht Qa libra është mërë të Edi Rama të bibliotekë? Tashi se mbajnë men, nuk e mbajnë mend. Edhe binin libra këta, nuk është vetëm merrnin nga ne. Po dhe binin libra, edhe shkëmbenin. Edhe shumë libra në kohë. Do doja shumë tani të ta kruaje memorien, s'ka ngelu në një. Nuk do t'jap në një armë në të drejtim, nuk do t'jap. Luka besoj duhet ta di këtë gjë. Ndoshta Luka e di këtë punë, po. Kjo që historia e tërshme, po, vinin shumë. Po tjetër nga këta politikanët? Politikanët tjetër që kam njohur unë direkt. Po. Unë kam njohur Salinën, profesor Sali Berishën. E kam njohur në fillimet e vet, kam njohur dhe kam shumë respekt për Maxin. Aleksandr Maxin. Kryeministri. Tani ke respekt si intelektual, si profesionist apo si politikan? Të dyja. Të dyja. Unë mendoj që Maxi ka bënte një detyrë jashtëzakonshme në kohën kur ishte kryeministër.
Dhe njëkohësisht kam shumë respekt për profesor Maxin si studiues, i kam librat e tij, biles një libër të tij e mora me dhurim, me autografin e tij, me dedikim dhe jam shumë i kënaqur, Lura ma dha kur isha tash në shtëpi dhe këta ishin politikanët me të cilët unë kam pasur kontakt, domethënë me të cilët njihesha. Do të pyes për këtë, ne ka shumë gjëra për të pyetur, thash, në fillim thash, çfarë do na tregoj një shkencëtar, po ti pas ka aq gjëra të bukura sa po mbefason. Po do kemi një ndërprerje të shkurtër publicitare, kthehemi sërish me bisedën shumë interesante të profesor Niko Qafokut. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit edhe njëherë institucionit monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin e kalon këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Transferoni parat me MoneyGram Akinvest, nuk do zgjenjeni asnjëherë. Profesor Niko, shumë interesante biseda. Tani, atje konkretisht çfarë bëni ju, çfarë eksperimente dhe çfarë zbulime shkencore bëni në laborator? Tashi, meqense vendi në të cilën punojmë ne, është një vend të cilën qeveria federale ka shfrytzuar për bërë studime të nivelit atomik, edhe mjedisi është kontaminuar. Kështu që grupi im shkencor bën më shumë kërkime në drejtim të pastrimit mjedisit. Nga dekada ose më themi po bëhet gati një shekull pune aty që punë kërkimore shkencore, e cila prodhon edhe mbetje, të cilat derdhen disa herë në mjedis, kështu që ne duhet të shikojmë nga kjo pikpamje se si mund të pastrohet mjedisi. Domethënë, studimet e mia fillimisht janë fokusuar në këtë fushë. Dhe këtu është ai aktiviteti im kryesor. Unë kam themeluar, jam co-founder i një qendre bashkëthemelues i një qendre të madhe që kemi tash në laboratorin ton. Po? Kam quajtur qendra për kërkimet komplekse të mjedisit. Ne kemi një summit, Global Summit në nëndor, nga 4 nëndor deri në 6 nëndor. Ku? Në Richland, vinë njerëz nga gjithë bota aty. E bëjmë çdo 2 vjet këtë summit. Po? Po këtë qendrën e kam themeluar unë, dhe qendra organizon këtë. Dhe këtë qendrë kam themeluar unë, dhe tash shërbej si një nga zëvendës drejtorët e përgjithshëm të kësaj qendre. Shumë interesant. Dhe këtë kam themeluar sepse mendova që pas 25 vjetësh aktiviteti dhe pas shumë brezave aktivitet përpara meje, në atë vend ku jemi ne, dhe në Amerikë në tërësi, do ishe e nevojshme që ne ta konsolidonim gjithë eksperiencë dhe ta shpërndanim në gjithë botën nëpërmjet këtyre summiteve që bëjmë, konferencave globale.